Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Perëndia nuk na I tregon të vërtetat për veten e Tij, për të shuar kuriozitetin ton, por që ne ta njohim atë. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Mirë se vini edhe sot në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Kur dëgjoni Zotin, qëndrimi juaj ndikohet nga që dëgjoni. Vetëm nëse fokusoheni tek Zoti edhe tek ajo që thot, do të jeni në gjendje të dëgjoni të vërtetën e Tij. Por nëse fokusoheni në rrethanat e jashtme, do të dëgjoni diçka krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, Dr. Stanley shqyrton dy llojet e dëgjuesve, aktiv edhe pasiv, ndërkohë që shpjegon qëllimin e Zotit kur na flet. Në programin e sotëm, do të mësojmë dy parime themelore, që do të na ndihmojnë të interpretojmë atë çfarë thot Zoti. Vlerësoni dëgjimin tuaj ndërkohë që Dr. Stanley na shpjegon se si të kuptojmë edhe të përgjigjemi kur Perëndia flet. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Sa herë që flet, Perëndia ka diçka të veçantë për të thënë. Ai nuk flet kurrë në përgjithësi. Ai nuk thot, ndoshta mendoj kështu. Ai gjithmonë ka diçka shumë specifike për të na thënë. Dhe sa herë që flet Perëndia, ka një qëllim në mendje. Ai flet gjithmonë zemrës njerëzore. Ndërkohë që mendojmë për atë çfarë thot Zoti dhe mënyrën se si e thot, duhet të mendojmë se si ta dëgjojmë dhe kuptojmë atë. Në mesazhin e sotëm dua të flas për qëllimin që ka në mend Zoti kur flet me ne. Ne e dim që ai na flet përmes Biblës, fjalës së Tij, dhe nëpërmjet frymës së shenjtë. Ai na flet përmes rrethanave dhe me anë të njerëzve të tjerë në jetën tonë. Por, cili është qëllimi në mendjen e Zotit kur na flet nëpërmjet fjalës së Tij, frymës së Tij, rrethanave apo dikujt tjetër? Duaj që t'i hapni Biblat tuaja tek Galatasit, kapitulli i parë. Në kapitullin e parë të Galatase, jepet rrëfimi I parit për kthimin e tij tek Zoti dhe për çfarë ndodhi atij më pas. Mëtej vijojnë qëllimet që ka në mend Zoti kur na flet. Këto qëllime janë të renditura këtu. Galatasit, kapitulli I parë, vargu 11 deri në 17. Tani o vëllezër, po ju vë në dijeni se ungjilli që është shpallur nga unë nuk është sipas njeriut, sepse unë nuk e kam marrë, as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese nga Jezus Krishti. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të atërshme në judaizëm, si e përndiqja me egërsi të madhe kishën e Perëndisë dhe e shkatërroja, dhe si përparoja në judaizëm më tepër se shumë bashkohës të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht I zellshëm për traditat e etërve të mi. Po, kur I pëlqeu Perëndisë që më kishte ndarë nga barku I nënës dhe më thirrri me anë të hirit të Tij, që të zbulojë në mua birin e Tij, që unë t'u shpall midis jo çifutëve. Unë nuk mora me njëherë këshill nga mish dhe gjak, as nuk unë gjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostoj përpara meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Mendoj se këtu janë renditur 3 qëllime që ka Zoti në mendjen kur flet për ne. Kjo do thotë që ai ka diçka specifike në mend dhe jo gjëra të përgjithshme. Zoti nuk I flet një grupi. Ai flet gjithsecili prej nesh individualisht dhe personalisht. Më lejoni të flas për këto 3 qëllime që ka Zoti në mend kur na flet. Nëse arrit të kuptoj qëllimet e tij, atëherë do të kuptoj se çfarë ka Zoti në mend kur flet me ne. Vetëm atëherë do të jem më I prirur për të dëgjuar prej tij. Le të flasim për 2 mënyra të ndryshme se si dëgjojnë njerëzit. Një nga qëllimet kryesore është se Zoti na flet në mënyrë që ne të kuptojmë të vërtetën. Vetëm kur të jemi të aftë ta kapim atë të vërtetë, do të jemi në gjendje ta kuptojmë atë. Nëse do të dëgjojmë me synimin për ta kuptuar të vërtetën, atëherë do ta dëgjojmë atë. Dhe ajo e vërtetë e Zotit do të bëhet pjesë e mendimit ton dhe pjesë e stilit të jetës son. Perëndia ka shkruar Biblën në mënyrë të tillë që askush që e lexon vetëm një herë ta lërë mënjanë dhe të thotë e lexova Biblën të gjithën dhe tani e di dhe e kuptoj të vërtetën. Së dyti, ai e ka shkruar në mënyrë të tillë sa që ti nuk mund të lexosh qoftë edhe një libër të vetëm nga 66 librat e Biblës dhe të thuash e lexova, e kapa dhe kuptova gjithçka. Në fakt, ai e ka shkruar në mënyrë të tillë që edhe nëse lexon vetëm një kapitull, nuk e kupton dot. Madje ne nuk mund të kuptojmë asnjë pasazh apo një varg të vetëm, sepse sa herë që do t'i kthehemi për ta lexuar, do të arrijmë në përfundimin se nuk e kishim parë kurrë më parë këtë gjë.
E kam fjalën që në të njëjtën Bibël, në të njëjtën faqe të premtuar, të cilën e kam lexuar me qindra herë, shoh gjëra të reja që nuk i kam parë ndonjëherë më parë. Pse? Sepse Bibla është mendja e Zotit. Ky libër është zbulesa e Zotit. Ai është shprehja e jetës së Zotit. Ai na ka dhënë këtë libër në mënyrë që ne të kuptojmë të vërtetën. Kështu pra, kur fjala e Zotit flitet apo lexohet, Perëndia ka gjithmonë në mend një qëllim, dhe ky është që ne të kuptojmë të vërtetën. Ne duhet të kuptojmë se pas shpëtimit me anë të hirit të Zotit, sa më shumë të lexojmë nga fjala, aq më e qartë do të bëhet ajo. A nuk është interesante që ky është vetëm një libër dhe sa më shumë e lexon, aq më mirë e kupton? Sa më mirë e kupton, aq më shumë ndikim ka ai në jetën tënde. Kur Perëndia flet, nuk ka nevojë për përkthyes, sepse ai i flet zemrës njerëzore. Ai flet në gjuhën universale, hyjnore të frymës së shenjtë. Perëndia nuk ka për qëllim që libri i tij të lexohet vetëm një herë dhe të lihet më njan. Po kështu ai nuk dëshiron që të thoni e di si është puna, unë nuk e kuptoj se çfarë do të thotë. Për këtë arsye nuk do ta lexoj më. Ti e kupton Biblën duke lexuar, duke dëgjuar dhe duke lejuar Zotin t'i flasë zemrës tënde nëpërmjet saj. Kjo është arsyeja pse Bibla tek Gjoni kapitulli 16, vargu 13 thotë: "Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë të gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë." Ai na ka dhënë frymën e shenjtë për të na ndihmuar të kuptojmë fjalën e tij. Ai thotë: "Shpirti i Zotit do t'ju prijë në çdo të vërtetë." Kjo është një nga përgjegjësitë e frymës së Zotit. Kur pranojmë Krishtin si shpëtimtarin ton, Bibla thotë se fryma e shenjtë vjen për të banuar në ne. Kjo do thotë që ai banon brenda nesh dhe ka shumë përgjegjësi. Një nga përgjegjësitë e tij është të na bindë për mëkat. Një përgjegjësi tjetër e tij është të ngushëllojë në kohët e dhimbjes dhe të vuajtjes. Tek letra e parë e Korintësve, kapitulli 2, vargu 9 deri në 14, flitet për punën e frymës së shenjtë që na jep kuptim. Por, sikurse është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Fryma e Zotit na zbulon të vërtetën e këtyre gjërave që ne nuk kemi filluar t'i shohim apo t'i kuptojmë ende. Në vargu 11 thuhet: "Sepse cili nga njerëzit pra njeh gjërat e njeriut përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu asnjëri si njeh gjërat e Perëndisë përveç fryma e Perëndisë." Tani dëgjoni vargun 12. "Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia." Fjala njoh do të thotë të njohësh me njohuri të plotë në mënyrë që të kuptosh punën e frymës së shenjtë dhe ato gjëra që të janë dhënë falas nga Perëndia. Vargu 13. "Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjëra frymërore me fjalë frymërore." Pastaj ai thotë: "Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykojnë frymërisht." Pse? Sepse një person i pashpëtuar ka vetëm mendjen e tij natyrore, ndërsa një besimtar ka frymën e shenjtë të Zotit në brendësitë e shpirtit të tij. Prandaj, brenda tij jeton ai që i jep jetë shpirtit dhe fryma e shenjtë që është personi që përkthen fjalën e Zotit. Kjo është arsyeja pse një person i humbur mund të thotë për Biblën: "Ky libër është plot me mite, histori dhe gjëra që nuk i kuptoj." Një person i shpëtuar mund ta marrë fjalën dhe të thotë: "Wow, a mund ta besosh që kjo ishte e vërtetë për Zotin Jezus Krisht? A mund ta besosh që këto gjëra i ndodhën apostullit Paul?" Pyes veten nëse Perëndia mund të punojë në jetën time në të njëjtën mënyrë. Ndryshimi nuk qëndron në intelektin, por në atë se çfarë ka brenda atij personi. Një person i rilindur ka frymën e shenjtë brenda tij. Ai person brenda tij ka jetën e Zotit. Për shkak se ai person ka jetën e Zotit brenda tij, ai është i aftë të mendojë si Zoti, sepse fryma e shenjtë ngre velin dhe na aftëson të shohim atë çfarë nuk mund ta shohim me mendjen tonë njerëzore. Sa herë që shkojmë tek një pasazh i shkrimit, fryma e Zotit fillon të punojë në jetën tonë dhe ne fillojmë të fusim në mendjen tonë njohurinë, informacionin dhe të vërtetat e saj. Lexojmë dhe mendojmë për to. Mund të ndodhë që në sipërfaqe mund të mos marrim diçka të re, por në këtë kohë Zoti po rrënjos dhe po themelon fjalën e tij në shpirtin tonë. Kështu që ne rritemi në gjërat e Zotit, edhe pse nuk e kuptojmë. Rritemi në gjërat e Zotit sepse fjala bëhet pjesë e qenies tonë. Ndonjëherë Zoti vendos një pasazh në zemrën time dhe unë e gjej veten duke u kthyer her pas here tek ai. Mund të kaloj 1 apo 2 javë para se të zbuloj të vërtetën shpirtërore që Zoti donte që të kuptoja në atë pasazh. Nëse lexon diçka disa herë dhe për një arsye apo për një tjetër vazhdon të kthehesh gjithmonë tek i njëjti pasazh, mund të mendosh, nuk di shumë gjëra nga Bibla.
por vazhdoj të kthehem gjithmonë vetëm tek i njëjti pasazh i vjetër. Kjo ndodh sepse shpesh fryma e Zotit ju kthen tek i njëjti pasazh. Të duket sikur po gërmon në të njëjtin vend, por çfarë ndodh? Çdo herë që ju ktheheni tek ai pasazh, ju futeni pak më thellë në atë të vërtetë që Zoti do që të kuptoni. Perëndia është në procesin e transmetimit të së vërtetës në mënyrë që ne të kuptojmë dhe të kapim atë çfarë po përpiqet të na thotë Zoti. Ai nuk e shkroi Biblën për të qenë e vështirë. Ai dëshiron që ne ta kuptojmë. Shpesh ndodh që gjendja e zemrës time më jep të drejtën apo privilegjin për të kuptuar mënyrën se si e ka shkruar Zoti atë. Tek letra e parë Korintasve, kapitulli 2, vargu 10, thuhet: Po, Perëndia na e ka zbuluar me anë të frymës së Tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellët e Perëndisë. Vetëm nëpërmjet punës së frymës së shenjtë, unë dhe ti kuptojmë fjalën e Zotit, ndërkohë që e lexojmë dhe studiojmë atë. Kur themi se duhet të kuptojmë të vërtetën, për çfarë lloji të vërtetë flasim? Çfarë lloji vërtetë është kjo që Zoti do që ne të kuptojmë, të kapim dhe të zbatojmë? Së pari, Perëndia dëshiron që ne të kuptojmë të vërtetën për veten e Tij, se kush është ai. Tek Filipianët kapitulli 3, vargu 8, Pali po flet për të gjitha gjërat që i kanë ndodhur në jetë dhe për gjërat me të cilat ai mund të mburrej. Në vargun 8 ai flet për këto gjëra. Dhe me të vërtetë i konsideroi të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezus Krishtit, Zotit tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroi si ple që unë të fitoj Krishtin. Pali thot: Nuk vlerësoj asgjë më shumë se njohjen e Krishtit Jezus. Përse? Sepse në rrugën për në Damask ndodhi diçka që bëri një revolucion në jetën e tij. Zoti i tregoi atij se Krishti ishte Zoti dhe shpëtimtari i jetës së tij. Zoti i dha Palit një dëshirë për ta njohur atë më shumë. Tek Filipianët kapitulli 3, vargu 10, Pali thot: Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë ngjashëm me të në vdekjen e tij. Çfarë bëri Pali? Ai filloi të kuptojë. Sa më shumë kuptonte për Krishtin, aq më shumë gazëlloi dhe aq më shumë donte të mësonte për të. Perëndia na jep të vërtetën për veten e tij, jo vetëm për të shuar kuriozitetin ton. Ai dëshiron që ne ta njohim personalisht atë. Ai dëshiron që ta njohim për atë çfarë ai është. Ai e di se sa më shumë ta njohim, aq më shumë do ta duam, dhe sa më shumë do ta duam, aq më shumë do t'i shërbejmë. Dhe sa më shumë do t'i shërbejmë, aq më shumë do të derdhim nga vetja jonë në jetët e njerëzve të tjerë. Ai thot se një nga qëllimet e tij është të komunikojë me ne. Ai dëshiron të na jap kuptim në mënyrë që ne të njohim të vërtetën për Zotin. Për shkak se na do, ai dëshiron që ta njohim. Ai na ka dhënë librin e tij dhe frymën e shenjtë. Me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, përmes fjalës së tij dhe përvojës, ne arrim të njohim Zotin. Duke lexuar shkrimin, ne njohim Zotin. Nëpërmjet punës së frymës së shenjtë që na udhëzon, ne njohim Zotin. Zoti e merr këtë të vërtetë dhe punon me të në jetën tonë. Ndërkohë që Zoti fillon të punojë në jetën tonë, ne fillojmë të kuptojmë rrugët dhe gjërat e tij që nuk do të kishim kuptuar dot vetëm me anë të leximit të shkrimit. Ai dëshiron që ne të zbulojmë dhe të njohim të vërtetën për atë vetë, madhështinë, fuqinë, dashurinë, hirin e tij dhe të gjitha cilësitë e Zotit. Ai dëshiron gjithashtu që ne të kuptojmë të vërtetën për veten tonë. Ai do që ne ta shohim veten si të paaftë dhe si qenie mëkatare. Por jo vetëm kaq. Ai dëshiron që ne ta shohim veten tonë si qenie të shpëtuara nga hiri i Zotit dhe me një të kaluar të fshirë. Ai vendos një të ardhme krejt të re para nesh. Jezus Krishti është i gatshëm ta jetojë jetën e tij përmes nesh. Fryma e shenjtë është gati të shprehë jetën e Krishtit dhe të na jap fuqi moment pas momenti për të kryer atë çfarë na ka thirrur Zoti të bëjmë. Pozita jonë në Krishtin është shumë e rëndësishme për kuptimin ton, ose për atë çfarë dëshiron të bëjë Zoti në jetën tona. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se kush është Zoti dhe kush jemi ne. Ai është plotësisht i shenjtë dhe Bibla tek letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë dhe vargu 5, thotë se në të nuk ka kurfar errësire. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ju shpallim juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësire. Edhe pse ne kemi një natyrë të mëkatshme, ai punon në jetën tonë për të na transformuar dhe për të na bërë si vetja e tij. Ky është qëllimi i tij, të jemi si Krishti. Perëndia dëshiron që të kuptojmë që jemi shumë të çmuar në sytë e tij. Aq të çmuar saqë biri i tij, Jezus Krishti, erdhi për të vdekur për ne. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se edhe pse mund të ndihemi të padej në sytë e Zotit, nuk është çështje vlere, është çështje hiri, dashurie dhe përkushtimi ndaj nesh. Po kështu ai dëshiron që ne të kuptojmë të vërtetën për njerëzit e tjerë. Nuk mjafton të njohësh vetëm se kush është Zoti, me këngë gjan, kush jemi ne, por duhet të njohësh edhe se kush janë njerëzit e tjerë. Kur fillojmë të kuptojmë veten tonë dhe Zotin, ne kemi një kapacitet më të mirë për të kuptuar njerëzit e tjerë. Kur jemi të gatshëm të pranojmë dobësitë, brishësinë, dështimet apo varësinë tonë tek Zoti, atëherë ne shohim njerëzit e tjerë në të njëjtën mënyrë.
Ka të krishterë të rinj që bëjnë gabime dhe nuk e njohin shumë fjalën e Zotit. Në vend që të jemi kritik me ta, ne duhet të kuptojmë pozitën e tyre. Ne duhet të kuptojmë që ata janë fëmijë të Perëndis ashtu si ne. Duhet të kuptojmë se dikur edhe ne nuk dinim shumë për shkrimin. Madje nuk dinim as se ku ishte libri i Markut apo i Gjonit në Bibël, dhe mezi gjenim në Biblën tonë. Shpesh njerëzit turpërohen për shkak se nuk dinë se ku janë librat e Biblës, por nuk ka problem. Ne nuk duhet të kritikojmë njerëzit asnjëherë për atë çfarë nuk dinë për fjalën e Zotit. Përkundrazi, duhet të inkurajojmë që të kalojnë kohë me të. Qëllimi i Zotit është që ne të kuptojmë të vërtetën për Zotin, të vërtetën për veten tonë dhe të vërtetën për të tjerët. Ne duhet të kuptojmë se të gjithë jemi krijesa të Zotit të gjallë, në nevojë për hirin e Zotit dhe faljen e Tij. Të gjithë ne jemi të dashur nga Perëndia. Të gjithë ne që njohim Krishtin si shpëtimtarin ton, kemi hyrje në fronin e Zotit si fëmijë të Tij. Emrat tanë janë të shkruar në librin e jetës së qengjit. Ne jemi bijtë dhe bijat e Zotit dhe çdo privilegj i takon atyre, emrat e të cilëve janë në librin e jetës, që është gjithashtu edhe libri i jetës së përjetshme. Të gjithë ata që janë të shpëtuar nga hiri i Zotit e kanë emrin të shkruar në librin e jetës. Ai nuk dëshiron që ne të kuptojmë vetëm shifra, fakte dhe statistika në Bibël. Zoti dëshiron që ne ta njohim atë, të njohim veten tonë dhe të tjerët. Pali tha se dëshira e tij mbi gjithë të tjerat ishte që të njihte Perëndia. Nëse dua që të kuptoj të vërtetën, atëherë më duhet të dëgjoj me kujdes atë çfarë po më thot Zoti. Njerëzit vinë në kishë dhe dëgjojnë të paktën në dy mënyra. Le të diskutojmë këto dy mënyra dëgjimi. Së pari, ekzistojnë dëgjuesit pasiv. Dëgjuesi pasiv, qoftë në kishë, në shtëpi, duke parë televizor apo duke dëgjuar radio, ka gjëra të tjera në mendje. Ata dëgjojnë sepse u pëlqen, argëtohen, i tërheq personin që flet dhe dëshirojnë ta dëgjojnë. Por një dëgjues pasiv nuk dëgjon me një qëllim të caktuar në mendje. Një dëgjues pasiv nuk po pret për diçka. Një dëgjues pasiv nuk kërkon për një lloj vendimi. Një dëgjues pasiv është një lloj personi që i pëlqen të argëtohet dhe të ndihet mirë. Ka njerëz që shkojnë në kishë dhe kur mbaron takimi, e gjykojnë mesazhin nga mënyra se si ndihen. Nëse ndihen mirë, pas mesazhit, largohen duke thënë: "Të lumt pastor, ishte një mesazh i mrekullueshëm." Nëse nuk ndihen mirë, nuk thon asgjë. Lloji i dytë i dëgjuesit është dëgjuesi aktiv. Një dëgjues aktiv vjen në kishë me një Bibël, një laps dhe një blok shënimesh, sepse do të marrë diçka patjetër. Ai dëgjues vjen me një qëllim për të zbuluar diçka. Ai dëshiron të gjejë diçka. Ai vjen me qëllim që po të jetë nevoja të marrë një vendim. Njerëz të tillë vinë për të dëgjuar dhe largohen me diçka që nuk e kishin parë më parë. Diçka ngulitet në shpirtin e tyre. Diçka i sfidon, i ngushëllon, i inkurajon, i ndërton dhe i ngre lart. Ata nuk kanë ndërmend të largohen nga shërbesa e kishës pa marrë atë që Zoti ka për ta. Ky është dëgjuesi aktiv. Dëgjuesi aktiv thotë se qëllimi i tij është të kuptojë të vërtetën për Zotin, për veten dhe për të tjerët. Nëse dëshirojmë që kjo e vërtet të na jepet dhe ta kuptojmë, atëherë ka shumë rëndësi se si dëgjojmë. Nëse jam një dëgjues aktiv, atëherë dëshiroj të dëgjoj me të vërtetë nga Zoti kur jam i ulur në kishë. Ndërkohë që dëgjoj, mendoj si ta zbatoj atë të vërtetë në jetën time. Një dëgjues aktiv teston, pyet, dëgjon, krahason dhe mendon se si mund të përshtatet ajo fjalë në jetën e tij dhe në gjërat që i kanë ndodhur në jetë. I njëjti person shkon në një studim biblik. Ai ka Biblën e tij, bllokun dhe lapsin. Bën pyetje dhe është interesuar të di gjithçka që dëgjon. I njëjti person në jetën e tij private ka Biblën dhe bllokun e tij të shënimeve. Ai bllok është i mbushur plot me gjëra që Perëndia i ka folur dhe ai person i ka shkruar sepse dëshiron t'i kujtojë. Është tjetër gjë të dëgjosh dhe tjetër gjë të kujtosh apo të zbatosh. Ekzistojnë dy lloj dëgjuesish. Ata janë pasiv dhe nuk duan t'ia dinë për asgjë, dhe dëgjuesit aktiv që dëshirojnë, kanë uri dhe etje për të mësuar. Ata shkojnë në shtëpi, hapin Biblën dhe pyesin: si duhet ta praktikoj këtë gjë në jetën time? Si punon Zoti me mua dhe ku jam në këtë pikë të jetës sime? Dëgjuesi aktiv dëshiron të dëgjojë nga Zoti. Ai pret që Zoti t'i flasë diçka të qartë. Dua të pyes: po ti, je dëgjues aktiv apo pasiv? A do që e vërteta të jepet për ngazëllim apo për të bërë ngjashëm me Krishtin? A e do të vërtetën në mënyrë që të mburresh me të? Apo i je mirënjohës Zotit për privilegjin e ndarjes së asaj të vërtete me dikë tjetër? Pra ne duhet të kuptojmë. Perëndia na jep të vërtetën për veten e tij, jo vetëm për të shuar kuriozitetin ton. Ai dëshiron që ne ta njohim personalisht. Ai dëshiron që ta njohim për atë çfarë ai është. Ai e di se sa më shumë ta njohim, aq më shumë do ta duam. Sa më shumë do ta duam, aq më shumë do t'i shërbejmë. Dhe sa më shumë do t'i shërbejmë, aq më shumë do të derdhim nga vetja jon në jetët e njerëzve të tjerë.
Perëndia thot se një nga qëllimet e tij është të komunikojë me ne. Pra ai dëshiron të na jap kuptim në mënyrë që ne të njohim të vërtetën për Zotin. Për shkak se na do, ai dëshiron që ta njohim. Ai na ka dhënë librin e tij dhe frymën e shenjtë. Me anë të fuqisë së frymës së shenjtë dhe përmes fjalës së tij, përvojës, ne arrim të njohim Zotin. Ai dëshiron gjithashtu që ne të kuptojmë të vërtetën për veten tonë. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se kush është Zoti dhe kush jemi ne. Perëndia dëshiron që të kuptojmë që jemi shumë të çmuar në sytë e tij, aq të çmuar, saqë biri i tij Jezus Krishti erdhi për të vdekur për ne. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se edhe pse mund të ndihemi të padenjë në sytë e Zotit, nuk është çështje vlere, është çështje hiri, dashurie dhe përkushtimi ndaj nesh. Ne duhet të dimë se sa herë që Perëndia flet, ka diçka të veçantë për të thënë. Pra, ai nuk flet kurrë në përgjithësi. Po pikërisht për këtë temë, ne do të flasim në emisionin e ardhshëm. Kjo është një temë shumë specifike. Pra, në emisionin e ardhshëm, ne do të flasim që Perëndia flet gjithmonë drejt për drejt, qartë dhe me një qëllim të saktuar në mendje. Për të kuptuar se çfarë thot ai, së pari ne duhet të identifikojmë qëllimin e komunikimit të tij me ne. Këtu miq të dashur, jemi në minutat e fundit të emisionit tonë. Dhe përpara se ta mbyllim, do doja që të luteshim së bashku. Perëndia im, ti je i dashur dhe i mëshirshëm me ne. Zot, na bëj të gatshëm për të dëgjuar fjalën tënde dhe për të mos ndaluar këtu, por ta zbatojmë atë fjalë, pasi besimi pa vepra nuk ka kuptim dhe është i vdekur. Dhe na jepni kurajon që ta ndajmë fjalën tënde me të tjerët dhe t'i çmojmë ata si veten tonë. Mos lëro Perëndi që zemrat tona të dekurajohen përballë sfidave. Na bëj të zgjuar që të shohim Jezusin, çmimin e fitores dhe qëllimin për të cilin jetojmë. Bëj që ne të ecim sipas besimit dhe jo sipas ndjenjave tona. Zot, lutem që ky mësim të mos ngeli thjesht i dëgjuar, por i kuptuar dhe i zbatuar në jetë. Lutem pra Zot, që ne të jemi dëgjues aktiv dhe jo dëgjues pasiv. Në emrin e çmuar të Jezusit, unë lutem o atë. Amen. Perëndia nuk na e zbulon kurrë të vërtetën e tij për ta mbajtur për vete. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley shpjegoi se Zoti pret që ne t'i dëgjojmë udhëzimet e tij, t'i zbatojmë edhe pastaj t'i ndajmë ato që kemi mësuar me të tjerët. Kur përballemi me vështirësi dhe vuajtje, shpesh emocionet tona ngacmohen deri në atë pikë saqë nuk jemi në gjendje të dëgjojmë zërin e qetë të Zotit. Ne duhet të ngjitemi pas së vërtetës së shkrimit për të qëndruar në rrugën e duhur. Psalmi 119:1-6 na inkurajon. Fillojmë të lexojmë nga vargu 1. Lum ata që kanë një rrugë pa njoll, edhe që ecin me ligjin e Zotit. Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemrën dhe nuk kryejnë të keqen, por ecin në rrugën e tij. Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhërimet e tua me kujdes. O rrugët e mia qofshin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të tua. Atëherë nuk do të turpërohem, kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e tua. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.